Tre shok po udhëtonin së bashku. Duke folur me njëri tjetrin, ata kishin kaluar një pjesë të mirë të rrugës. Kur i zori nata, gjetën një shpellë ku të kalonin natën. Falenderonin Zotin që kishin gjetur një vend ku të fusnin kokën dhe të mbroheshin nga rreziqet. Pasi i hodhën një sy shpellës, përgatitën një vend ku të flinin. Dëshironin të bënin një sy gjumë pas një udhëtimi kaq të gjatë e të lodhshëm. Sapo i kishte zënë gjumi kur u tremën nga një zhurmë e madhe. Të tre u zgjuan menjëherë nga ky zë i frikshëm. Në fillim u tremën shumë, por më pas e kuptuan shkakun e zhurmës. Ishte një shkarje dheu. Ata ndodheshin ballë për ballë me vdekjen, ndërkohë që mendonin se kishin gjetur një vend të sigurt, larg rreziqeve, sepse fill pas kësaj rrëshqitjeje, një shkëmb i madh ishte shkëputur nga mali dhe kishte mbyllur hyrjen e shpellës. Tashmë duke e pamundur të dilnin jashtë, sepse shkëmbi i madh që kishte bllokuar hyrjen ishte aq i madh sa që as të tre bashk nuk mund ta lëviznin nga vendi. Edhe po të thrisnin e kërkonin ndihmë, askush nuk do t'i dëgjonte. Zoti ishte ai që shkaktoi rrëshqitjen e dheu duke ia mbyllur hyrjen e shpellës me një shkëmb, andaj ai ishte i vetmi që mund t'i nxirrte prej andej. Por këta njerëz besimtar nuk i kishin humbur asnjëherë shpresat nga Zoti i madhëruar, po përpiqeshin të gjenin një zgjidhje për të shpëtuar paq nga shpella. Në fund, të tre gjetën një zgjidhje të përbashkët. Ne mund të na shpëtojnë vetëm lutjet tona drejtuar Allahut, në të cilat do të shprehim punët e mira dhe të lavdërueshme që kemi bërë, thanë ata. Pas këtyre fjalëve, njëri nga shokët u lut kështu: Unë kisha një nënë dhe baba që kishin nevojë për përkujdesje. I kam qëndruar gjithmonë pranë, duke u aplotësuar të gjitha nevojat. Në mbrëmje, i ushqeja ata para se të ushqeje familjen time dhe bagtin. Në fillim, përkujdesesha për ta, u aplotësoja të gjitha kërkesat, i gëzoja dhe më pas shikoja punët e tjera. Një ditë nga ditët kisha shkuar larg për të kërkuar pemë. Atë ditë, kur u ktheva pranë tyre, që të dy i kishte zënë gjumi. Për të mos ia prishur gjumin, dola jashtë për të mjerë lopën dhe përgatitur qumshin që do të pinin. Kur mbarova punë, ata po vazhdonin të flinin. Nuk më duke i drejtë të shkoja tek familja ime dhe bagtit pa ushqyer ata më parë. Nga ana tjetër, më dhimbseshin shumë që t'ja prisha gjumin. Me taset e qumshit në duar, prita aty derisa të zgjoheshin. Në fund, isha lodhur aq shumë duke qëndruar në këmbë, saqë nuk mund ta komandoja veten dhe këmbët më lanë. Më flihej shumë. Ndërkohë, dëgjova zërin e ezanit. Allahu Akbar. Ky zë që më solli në vete kishte zgjuar dhe nënën me babain tim. Dita po zbarte dhe nuk e di për sa orë mund të kem qëndruar ashtu në këmbë. Ja dhash qumshin dhe i ushqeva me shumë dashuri e respekt. Më pas, bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët e mi, pim qumshin dhe hëngrëm mëngjesin. O Zoti im, unë e bëra këtë vetëm për të fituar kënaqësinë tënde. Nëse e kam bërë vetëm për ty, atëherë na shpëto prej këtij shkëmbi që na e ka zënë rrugën. Kur shoku i parë mbaroi lutjen, shkëmbi që kishte zënë hyrjen e shpellës lëvizi pak, por akoma nuk mund të dilnin. Më pas, shoku i dytë bëri këtë lutje. O Zoti im, ishte një vajzë të cilën e doja shumë. Dëshiroja të martohesha me të, edhe pse ajo nuk dëshironte, por ajo asnjëherë nuk mi hodhi syt. Një ditë prej ditësh, e zënë ngushtë ekonomikisht, u detyrua të kërkonte ndihmë nga unë. I dhash 120 dinar në shkëmbim të intimitetit me mua. Dhe ajo pranoi, thënë më saktë, ishte e detyruar të pranonte. Por ndërkohë që përgatitet të plotësonte dëshirën time, dridhej e tëra dhe qante me dënesë. Ti nuk ke të drejtë të shkelësh urdhrat e Zotit, më tha. Nëse ti dridhesh e tëra dhe qan kështu para frikës së Allahut, atëherë si të mos kem frikë unë nga ai, ju drejtova unë dhe nuk munda ta prekja. Unë hoqa dorë nga ajo, megjithse ishte një nga njerëzit më të dashur për mua, dhe paratë që i dhash, as që e çova në përmend që t'ja kërkoja më. O Zoti im, na shpëto prej këtu, unë të gjitha i bëra për hir të fjalës dhe kënaqësisë sate. Pas kësaj lutje, shkëmbi lëvizi edhe pak nga vendi, por përsëri nuk ishte hapur aq sa të dilnin jashtë. Shoku i tretë bëri këtë lutje. O Zoti im, unë kisha shumë punëtor, të cilët i paguaja menjëherë pa ju tharë djersa e ballit.
Një ditë prej ditësh, njëri prej tyre kishte ikur pa e marrë pagesën. Pas kësaj, unë e ndava me njam pagesën e punëtorit dhe më vonë hapa një biznes me paratë e tij. Fitova aq shumë nga ky biznes sa që punëtori tani zotëronte pasuritë të panumërta. Ndërkohë, punëtori u shfaq pas disa vitesh. Unë kam punuar pranë teje dhe një ditë kam ikur pa marrë pagesën time. A mund të ma japësh borxhin? Më tha ai. Të gjithë këto bagti, deve dhe shërbëtor janë të tuat. Merri dhe shpjeri ku të duash, ju përgjigja unë. Mos u tall me mua, o robi i Zotit, tha punëtori. Jo, nuk po tallem me ty. Shko dhe merri të gjitha. Ja përsërita edhe një herë. Punëtori, shumë i gëzuar, i mori të gjitha. O Zoti im, të gjitha i bëra për ty. Të lutem, na shpëto prej këtu nëse i kam bërë vetëm për ty. Pas lutjes së shokut të tretë, shkëmbi lëvizi edhe pak nga shpella dhe atyre ju hap një derë shpëtimi. Të gjitha veprat e mira të bëra vetëm për hir të Allahut ishin për shkak që ata të shpëtonin nga shpella që i mbante të izoluar. Ata pan njëri tjetrin në sytë e mbushur me lotët e gëzimit, të ndjerit kaq afër ndihmën e Zotit. E falenderuan shumë atë, e vetmja ndjenjë dhe mendim që mbizotëronte në zemrat e mendjet e tyre ishte: Zoti i madhërisëm dhe i gjithëmëshirshëm na dëgjon gjithnjë kur lutemi dhe e di më së miri se çfarë na duhet. Ai është i vetmi i cili mund të na ndihmojë atëherë kur askush nuk mund të bëjë asgjë. Zoti ynë na dëgjoi dhe na u përgjigj duke i pranuar veprat tona të mira. Tre shokët dolën nga shpella dhe vazhduan udhëtimin, duke dhënë fjalën se në të ardhmen nuk do të rreshtin kurrë së bëri vepra të mira.